Edmond është një djalë shumë i sjellshëm, me edukat të mirë. Para 3 vitesh, kur ka qenë në këmbë, ai varponte me ne, luante, bënte gjithçka me ne. Shumë ndihmë që jam i vërtetë që e shoh Edmondin kështu. Ndihem shumë keq kur shikoj Edmondin në karrocë, që nuk mund të ecë. Ka dëshirë shumë që të bëhet një polic. Më thotë se edhe unë dua të jem kështu njëjtë si ju, të varpoj me ju, të luaj me ju.